Nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Mungesa e konsensusit mes majorancës dhe opozitës po rrezikon ta kthejë reformën territoriale në një proces të njëanshëm politik. Socialistët paralajmërojnë ndryshime në funksionin e komisionit posaçëm, ndërsa demokratët i quajnë palishëm mbledhjet pa praninë e tyre. Debatet janë shoqëruar me akuza të forta dhe tensione mes përfaqësuesve të dy palëve. Reforma territoriale po shndrohet në një tjetër vatër përplasjesh politike në kuvend, teksa palët dështojnë të gjejnë një gjuhë të përbashkët për mënyrën se si do të funksionojë komisioni i posaçëm parlamentar. Majoranca socialiste i ka dhënë një mundësi të fundit për konsensus përpara se të çojë atë që e cilëson si mekanizëm zhbllokues, i cili parashikon heqjen e formulës së bashkëkryesisë dhe të drejtës së vetos nga opozita. Sipas socialistëve, ndryshimet synojnë të shmangin bllokimin e procesit dhe të garantojnë vijimin normal të punës për hartimin e hartës së re administrative, por opozita e sheh këtë lëvizje si një përpjekje për të përjashtuar zërin e saj dhe për ta kthyer reformën në një vendimarrje të njëanshme. Me konsulencën e bashkëkryetarit. Jo vetëm kjo mbledhje, kjo është nur dhe mbledhjet e tjera që i sillni si argument dhe i interpretoni si bojkot, nuk janë thirrur në konsulencë me kryesinë e komisionit që përbëhet nga 2 bashkëkryetar pa zgjedhur sekretare. Pra, ku është rregullorja e parlamentit këtu? Çfarë është pazari jemi këtu ne? Dua unë, ky është çmimi, s'dua unë, s'ka çmim. Kjo është e turpshme dhe më e turpshme ishte ai ultimatumi që u dha në konferencën e kryetarëve. I morët gjitha, i morët avokatin e popullit, komisionet e posaçme, hetimorët nuk i lejoni. Po mirë, më merrni dhe komisionet e përhershme. Pse nuk i merrni? Pse nuk i merrni? Bëni një vendim nga anëtarët e komisionit, se është absurdi tjetër. Vinë këtu anëtarët e komisionit posaçëm dhe firmosin ndryshimin e përbërjes komisionit. A e kuptoni ku ka arrit fantazia dhe çmenduria juaj? Si mundet antarët e një komisioni kërkojnë ndryshimin e atij komisioni? Si mundet e njëjta trup votuese këtu që ka votuar një herë një komision posaçëm në konsensus politik të votoj prap ndryshimin e këtij komisioni dhe të heqë paritetin. Paritetin më. Të merri ju shumicën. Po pse më noterët e ju jemi ne, të vim ne para jush dhe ju të bëni çfarë doni me reformën territoriale, e bët cop Shqipërinë me reformën territoriale. Nga ana tjetër, përfaqësuesit socialist reaguan ashpër ndaj qëndrimeve të demokratëve. Qa thonin dark, nuk e thonin mjes. Doli dje ky zotria, tha pyeta edhe ChatGPT-n për ta kuptuar se qa tha, se ishte vështirë ta kuptoje. Më komunikuan mbrëm që ju jeni të rrequr nga bojkot. Të paktën këtë haber na keni sjell dje. Shoh sot që jeni të rrequr nga ajo që keni vendosur dje. Të paktën më ndjeni koleg, nëse unë e kam kuptuar gabim, ta nuk janë të rrequr nga bojkoti. Një ditë më parë, Partia Demokratike kishte deklaruar se do të marrë pjesë në komision vetëm nëse ruhet bashkëkryesia dhe e drejta e vetos, ndërsa mirëjatimi i mekanizmit zhbllokues do të sjellë reagim të fortë politik. Në këto kushte, reforma territoriale mbetet e zhbllokuar mes akuzave të ndërsjellta, duke rritur rrezikun që një prej proceseve më të rëndësishme administrative të fundit të realizohej pa konsensus, duke rritur rrezikun që një prej proceseve më të rëndësishme administrative të vendit të realizohet pa konsensus të gjërë politik. Seanca plenare e kuvendit u shoqërua me debate të forta mes opozitës dhe majorancës. Akuzat u përqendruan te drejtësia dhe qëndrimi i socialistëve ndaj çështjes së zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Përplasjet verbale përfshin gjithashtu dhe kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha, Tauland Balla dhe deputeten Josefina Topallu. Seanca plenare e kësaj të hënë në kuvend nisi me tone të ashpra dhe akuzat të ndërsjellta mes opozitës dhe majorancës, duke kthyer sadhen me parlamentit në një arenë përplasjesh politike. Shkak për tensionet u bën deklaratat e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili akuzoi socialistët se po sulmojnë institucionet e drejtësisë për të mbrojtur sipas tij zëvendës kryeministre Belinda Balluku nga hetimet e prokurisë së posaçme. Ky parlament kryen grushtin e shtetit, hedh poshtë kërkesën e prokurisë për arrestimin e delinkuentes Lubi Balluku. Mos kërcënoni prokurorët, as gjykatësit, sepse Edi Rama do jetë përgjegjës për çdo akt që mund të kryhet ndaj tyre. Ju mbroni Ramën, po Rama do u marrë me vete ju garantoj. Kaq.
Përgjigja nga ana e mazhorancës erdhi përmes kreut të grupit parlamentar socialist Auland Balla, i cili aktheu akuzat liderit demokrat duke kujtuar se vetë ndodhet në hetim nga SPAK dhe është padhur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zotri, kur ti drejtohesh pi kraut këte, duhet ta lash mirë gojën. Dëgjove, edhe ngrije kokën. Laje mirë gojën, tani ti je i akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash. Dhe ne s'kemi thënë asgjë më shumë se sa kanë thënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kanë shpallur non grata për korrupsion, thuaj po apo jo? Dhe tani të vish këtu dhe të bësh të ndershëm, të flasish në emër të drejtësisë dhe madje të bëhesh ti emisari për të sjellë haberet e drejtësisë, ti që 1-2 herë në muaj shkon para drejtësisë dhe i merr me libër shtëpie të gjithë ata që të kanë ngritur ty akuzën. Në debatin e ndezur nuk munguan as ironitë dhe replikat ndaj deputetes demokrate Josefina Topadhi, e cila u përfshi në përplasje me spalve. Ti Josefin, të lutem, mos u bëj si kur dhem shpirti për Saliun, se në 2021 kemi bashkëpunuar bashkë kundër Saliut, sa për korrektesë, që të lutem, këtë pjesën ma kurse pak. Llogarit, vetëm se ti na dole huq fare, se menoja që do merren një vot Shkodër, po e di si dolen Shkodër Josefin, siç dolen diasporë. Në kundërpërgjigje Topadhi holli poshtë çdo insinuat për bashkëpunim me socialistët, duke theksuar se nuk ka pasur asnjëherë takime të fshehta dhe as marrëveshje politike, veçanërisht gjatë zgjedhjeve parlamentare të vitit 2021. Është e njohur publike që unë në 21-shin kam kriju një lëvizje. Unë ishe një vit përpara nën kryetare e Partisë Demokratike dhe vura re se në krye të Partisë Demokratike ishte njëri të cilin ju e kontrolloshit në çdo lëvizje dhe e majmoshit her mas herate familjen e tij. Nuk të kam taku kur një jetën time, po ke taku Lulzim Bashën në mënyrë të fshehtë. Pranoj merre me vete atë dhe mos ma drejto mua. Dakor? Debati vijoi me akuzat të ndërsjellta edhe nga deputetët të tjerë të opozitës, të cilët kërkuan që mazhoranca të mos bëhet sipas tyre pengesë për vendimet dhe hetimet e SPAK-ut. Nga ana tjetër, socialistët theksuan se çdo veprim institucional është në zbatim të kushtetutës dhe ligjit, duke mohuar ndërhyrje në drejtësi dhe duke akuzuar opozitën për retorik politike. Deputeti socialist Erion Braçe ka ngritur shqetësime për mungesën e një qendre shëndetësore në njësinë 5, duke theksuar se situata e komunitetit kërkon vëmendje të menjëhershme nga Ministria e Shëndetësisë. Ai ka vijuar me kritika ndaj drejtorisë përgjithshme të tatimeve për moskthim përgjigjesh sipas ligjit. Braçe ka shtuar gjithashtu dhe shqetësimin e qytetarëve për ndryshimin e çmimeve të barnave. Në fillim të seancës plenare, deputeti socialist Erion Braçe ka ngritur në kuvend një shqetësim për mos funksionimin e një qendre shëndetësore në njësinë 5 në Tiranë. Braçe tha se ka kërkuar një mocion me debat me ministrin e Shëndetësisë Evis Sala, por ende nuk është futur në kalendarin e punimeve të kuvendit. Që në datën 19 kanë paraqitur një kërkesë për një proces pyetje përgjigje këtu me ministrin e Shëndetësisë edhe mirëqenien sociale. Natyrisht jam referuar një çështje të caktuar për cilën kam folur disa herë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, ai që ka të bëjë për mos funksionimin e një qendre shëndetësore në njësinë numër 5 në zonën e Irfan Tominit dhe mendoja që ishte momenti i dur për të marrë një përgjigje më në fund pas 3-4 muajsh. Që kërkesën për pyetje kanë paraqitur në datën 19 janar. Sot jemi në datën 3 shkurt. Kur kthehet qendra shëndetësore në zonën e Irfan Tominit? Deputeti sodhi në SAD gjithashtu shqetësimet e qytetarëve për ndryshimin e çmimeve të barnave, duke kërkuar transparencë dhe kontroll mbi praktikat e farmacive dhe furnizuesve. Shqetësimet që kam marrë gjatë këtyre 2 ditëve të fundit lidhen me çfarë po ndodh gjatë këtyre 2 ditëve, pikërisht me çmimin e barnave të rimbursueshme edhe me rankimin e alternativave, barnave alternative pikërisht në këtë listë. Shqetësimi është i dyfisht. Pra, po e përsëris, edhe në rënditjen e alternativave, ka përmbysje të tyre, po edhe si çmime, të cilat lejon t'ju them, shqetësimi apo pretendimi është i tillë, janë pa negociuara edhe të pa njoftuara. Më pas, Braçe kritikoi drejtorinë e përgjithshme të tatimeve se nuk i ka kthyer përgjigje sipas ligjit kërkesave të tij me shkrim për informacion. Ka institucione që nuk përgjigjen, ka institucione që ti i pyet për vezë të përgjigjen për bomba, jo për vezë, s'të kthejnë përgjigje kur. Dhe më e keqja është ndërpresën dhe komunikimin. Tani kam me tatimet korrespondencë të fundit që më datë 21 nëntor dhe nuk kthen përgjigje, refuzon të kthej përgjigje. Pse? Se si pëlqen ajo që i them unë këtu. Po punë e madhe shumë. Se si pëlqen.
të kthej përgjigje për aty që pyetet. Sipas Braçës, këto çështje tregojnë nevojën për një koordinim më të mirë mes institucioneve shtetërore dhe për veprime konkrete për të parandaluar keq menaxhimin dhe pasigurinë për qytetarët. Gjykata kushtetuese nuk ka dhënë ende një vendim për çështjen e pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Pas mbi 2 orë seancë këshillimore, trupa gjykuese vendosi ta shtyjë shqyrtimin për një datë tjetër, ndërkohë në kuvend vijojnë të presin edhe kërkesa e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të saj. Çështja e pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku mbetet ende pa një përgjigje përfundimtare nga gjykata kushtetuese. Trupa prej 8 anëtarësh zhvilloi këtë të martë një seancë këshillimore që zgjati më shumë se 2 orë, por në përfundim nuk pati vendimarrje. I vetmi njoftim zyrtar ishte shtyrja e shqyrtimit për një datë tjetër, duke lënë pezull debatin institucional mes pushtetit gjyqësor dhe atij ekzekutiv. Vendimi i kushtetutës pritet të sqarojë nëse masa e pezullimit të vendosur nga gjykata e posaçme ndaj Ballukut përbën te kalimi kompetenca dhe cënim të pushtetit ekzekutiv apo nëse ajo është në përputhje me ligjin. Kërkesa e qeverisë për të shqyrtuar masat e vendosura ndaj zëvendës kryeministres kanë bërritur në gjykatën kushtetuese rreth 6 javë më parë. Paralelisht, prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i është drejtuar kuvendit me kërkesë për heqjen e imunitetit të saj, si hapi domosdoshëm për vijimin e procedurave hetimore. Kjo kërkesë erdhi pas vendimit të mëparshëm të kushtetueses, e cila me 22 dhjetor të vitit kaluar pezulloi përkohësisht mazën e pezullimit të caktuar nga gjykata e posaçme, duke kërkuar një shqyrtim më të theduar të çështjes. Ndërkohë, mazhoranca socialiste ka bërë të ditur se nuk do të shprehet për kërkesën e SPAK-ut pa një vendim të qartë të gjykatës kushtetuese, duke konsideruar këtë si një çështje që kërkon interpretim përfundimtar juridik. Belinda Balluku është marrë zyrtarisht e pandehur që prej 31 tetorit të vitit kaluar në akuzën për shkelje të barazisë në tendera lidhur me projektin e tunelit të Llogaras dhe lotin e 4 të Unazës së Madhe në Tiranë. Përveç këtyre, SPAK ka konfirmuar se ajo është nën hetim edhe për 7 procedura të tjera të prokurorimit publik. Sipas prokurisë, masat kufizuese janë kërkuar me argumentin se ekziston rreziku i prishjes së provave apo intimidimit të dëshmitarëve, ndërsa vendimi përfundimtar i kushtetueses pritet të përcaktojë edhe ecurinë e mëtejshme të procesit. Operacioni i policisë së Durrësit dhe Tiranës zbuluan shkelje të mundshme ligjore në eksportimin e mbetjeve të kompanisë Kurom. 33 masa sigurie janë firmosur, përfshirë 26 arrestime në burg dhe 7 masa arrest shtëpie, mes tyre dhe ish drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Arta Dollani. Hetimet po shqyrtojnë gjithashtu rolin e doganave dhe institucioneve shtetërore në lehtësimin e procedurave për eksportin e mbetjeve. Operacioni i përbashkët i policisë së Durrësit dhe Tiranës ka marrë një dimension të ri me fokus të rolit të zyrtarëve shtetëror në eksportet e mbetjeve të rrezikshme të kompanisë Kurom. Hetimet kanë nxjerrë në pash shkelje të mundshme të legjislacionit mjedisor nga kompanitë Kurom International dhe Sokolaj, si dhe nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Dogana e Durrësit dhe kompania koncesionare e terminalit lindor në port. Sipas prokurisë së Durrësit, janë firmosur gjithsej 33 masa sigurie, 26 arrest me burg dhe 7 arrest shtëpie, ndër të cilat bie në sy Arta Dollani, e dyshuar për përfshirje në procedurat që mundsuan eksportin e kontenjerëve me mbetje. Hetimi lidhet me 102 kontenjerë me mbetje të rrezikshme, të cilat u kthyen në Shqipëri pas alarmit të ngritur nga rrjeti i Bazelit që monitoron trafikun ndërkombëtar të mbetjeve. Prokuria po shqyrton gjithashtu rolin konkret të zyrtarëve të AKM-s dhe Doganës në dhënien e autorizimeve dhe lehtësimin e procedurave për eksportim, ndërsa autoritetet nuk përjashtojnë nxjerrimin e listës së personave në hetim. Hetimet synojnë të vendosin përgjegjësitë individuale dhe të sanksionojnë çdo shkelje ligjore që mund të ketë lejuar trafikun e mbetjeve të rrezikshme jashtë vendit. Një shkëmbim zjarri mes dy grupeve ka tronditur mbrëmjen e së dielës fshatin në Ril të Lezhës, duke lënë të plagosur pronarin e një berberhaneje. Objektivi i sulmit dyshohet të ketë qenë 21 vjeçari Merando Nikulaj, pjesë e një familje të përfshirë në konflikte të vjetra. Policia ka shpadur në kërkim disa persona dhe po heton ngjarjen si vrasje mbetur në tentativë.
Detajet e reja kanë dalë në dritë nga ngjarja armatosur e ndodhur mbrëmjen e së dielës në qendër të fshatit të Ril, në Lezhë, ku një përplasje me armë zjarri brenda një berberhaneje përfundoi me të plagosur pronarin e lokalit Sokol Daci, si dhe dyshime për plagosjen e një 21 vjeçari. Fillimisht ngjarja u raportua si atentat, por hetimet paraprake tregojnë se bëhet fjalë për një shkëmbim zjarri mes disa personave në vazhdon e një konflikti të mëparshëm mes dy fiseve. Sipas policisë, 7 persona janë afruar pranë berberhanes duke u prezantuar si efektiv policie dhe duke thirrur mos lëvizni. Policia, të kamufluar me kapuç, 5 prej tyre mbanin armë automatike, ndërsa 2 të tjerë shkompi bizbolli. Nga këshirja e kamerave të sigurisë dhe veprimeve hetimore, dyshohet se objektivi i tyre ishte 21 vjeçari Merando Nikulaj, i cili ndodhej brenda ambientit duke u qethur. Mes palëve ka nisur menjëherë përplasja me armë zjarri. Sipas të dhënave, përveç një efektivi policie, Besart Kovaçi, dyshohet se ka qelluar edhe vet Nikulaj, ndërsa një nga antarët e grupit sulmues është kundërpërgjigjur me breshëri automatiku. Plumbat kanë kapur pronarin e berberhanes Sokol Dacin, i cili është transportuar me urgjencë drejt spitalit të traumës në Tiranë, ku po merr ndihmë mjekësore. Ndërkohë 21 vjeçari Nikulaj dyshohet se ka mbetur i plagosur në këmbë, por është larguar nga vendngjarja dhe aktualisht rezulton i zhdukur. Policia e ka shpadur në kërkim. Në kërkim janë shpadur gjithashtu edhe 3 persona të tjerë të dyshuar si pjesë e grupit sulmues, Gerardo Ndoka, Eliseo Ndoka dhe Kevin Ndoka. Ndaj tyre rëndojnë akuzat vrasje me dashje mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje e armëve dhe municioneve. Ndërkohë, me urdhër të prokurorisë është ndalur dhe efektivi 24 vjeçari policisë Besart Kovaçi, i dyshuar për shpërdorim detyre, ndërsa roli i tij në ngjarje mbetet ende i paqartë dhe nën verifikim. Sipas hetimeve, kjo përplasje lidhet me një konflikt ndodhur në mars të vitit 2025 në zonën e Kunës në Shëngjin, ku pjesëtarët të fisit Nikulaj janë përplasur fillimisht verbalisht dhe më pas kanë goditur me automjet 2 persona të fisit Ndoka që lëviznin me motocikletë. Ngjarja rrithe në vëmendje dhe zinxhirin e akmarrjeve mes familjeve në zonë, ndërsa 3 vite më parë u vrasi përmarrësi Ardian Nikulaj në lokalin e hotelit të tij në Shëngjin. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë roleve dhe përgjegjësive të secilit person të përfshirë në këtë episod të rëndësishëm. Enrik Hoxha, ish bashkëpunëtori i drejtësisë në dosjen Plumbi Art, ka dëshmuar në gjykatën e posaçme për përfshirjen e tij në një atentat të dyfisht në vitin 2020. Ai tregon se ishte rekrutuar nga Nuredin Dumani kundrejt pagesës për ekzekutimin e Dorian Shkozës. Prokuroria i kishte hequr më herët statusin e bashkëpunëtorit pasi u konstatua se kishte dhënë deklarime të pavërteta. Seanca e radhës në gjykatën e posaçme për dosjen e bujshme Plumbi Art u shoqërua me dëshminë e Enrik Hoxhait, i cili fillimisht kishte marrë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, por më pas u revokua nga prokuroria e posaçme pasi u provua se kishte gënyer në disa prej rrëfimeve të tij. Përpara trupës gjykuese, Hoxha i riktheu në vëmendje njohjen me Nuredin Dumanin, që sipas tij daton në vitin 2020 gjatë një feste ditëlindje të Festim Qolit. Ai tregoi se aty kishin shkëmbyer kontakte dhe se pak kohë më pas ishte kontaktuar nga Dumani, i cili kishte ofruar para në këmbim të përfshirjes në një atentat. Sipas dëshmisë, objektivi ishte Dorian Shkoza, i cili u ekzekutua me 2 mars 2020. Gjatë sulmit mbeti i vrarë edhe Angelo Avdia, duke e kthyer ngjarjen në një atentat dyfisht. Hoxha i deklaroi se fillimisht Dumani i kishte thënë se vrasja ishte porosie një personi të njohur me Novkën Krymi, që sipas hetimeve i referohet Erion Alibej, por më vonë kishte ndryshuar version, duke thënë se bëi fjalë për çështje personale. Ai shtoi se në ekzekutim kishte marrë pjesë së bashku me Elio Bitrin, ndërsa Nuredin Dumani kishte ndjekur nga pas për të siguruar që atentati do të realizohej sipas planit. Për këtë ngjarje, sipas Hoxhait, ishte premtuar një pagesë prej 70.000 eurosh, shumë që u nda mes tij dhe bashkëpunëtorit të tij. Në vijim të rrëfimit, Hoxha tregoi se pas ngjarjes ishte larguar drejt zonës së plepave, ndërsa automjeti i përdorur në atentat ishte djegur në bishtin e zhurit për të zhdukur gjurmët. Ai deklaroi se më pas nuk ishte fshehur, por kishte vijuar jetën normalisht, madje edhe në Tiranë. Dëshmia e tij konsiderohet si një nga episodet kyçe të procesit gjyqësor për dosjen Plumbi Art, ndërsa prokuroria po përpiqet të verifikojë saktësinë e deklarimeve pas dyshimeve të mëparshme për pasaktësi në rrëfimet e dhëna. Gjykata e Fierit ka dënuar me 25 vite burg Laert Hasalla, infajtor për porositjen e një atentati të mbetur në tentativë në mars të vitit 2023. Vendimi erdhi pas hetimeve që lidhin ngjarjen me konflikte të mëparshme mes familjeve Hasalla dhe Metjani. Atentati kishte si objekt vrasjen e një personi, por pati plagosje dytësore të shtetases Bajame Seneja.
Gjykata e Fierit dha këtë të mërkur vendimin për dënimin e Lajert Hasallajt me 25 vite burg për porositjen e një atentati të mbetur në tentativë që u zhvillua në mars të vitit 2023. Hasallajt, 34 vjeç, ndodhej deri tani në masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe u dërgua menjëherë në burg pas shpalljes së vendimit. Hetimet e kryera nga policia lidhen Hasallajn me Mariglen Matjanin, i cili kishte precedent të mëparshëm penal, duke përfshirë vrasjen e Mario Hasallës dhe një të afërmit të tij. Ngjarja e marsit 2023 kishte si objektiv ekzekutimin e një personi caktuar, por përpasoj u plagos në këmbë shtetasja Bajame Seneja. Konflikti mes familjeve Hasalla dhe Matjani ka një histori të gjatë. Në vitin 2021, Kasriot Hasalla vrau me armë 30 vjeçarin Romeo Hasalla dhe plagosi Shaib Hasallën, ngjarje për të cilën u dënua me 35 vite burg. Policia dhe prokuroria kanë lidhur të gjitha këto incidente me një zinxhir hakmarrjesh dhe konflikte pronësie mes familjeve që kanë sjellë përdorimin e armëve dhe dhunën e përhershme në rajonin e Fierit. Dënimi i Lajert Hasallajt thekson përpjekjen e drejtësisë për të adresuar krimet porositura dhe atentatet e mbetura në tentativë, duke synuar uljen e tensioneve mes familjeve dhe histori të dhunshme në zonë. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 4 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të ngrohta por të paqëndrueshme duke sjellë mot të ndryshueshëm në të gjithë vendin. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të shpeshta në zonat veriore dhe lindore, ndërsa zonat qendrore do të kenë edhe intervale të shkurtra me diell. Pasditja sjell rreshje shiu në pjesën më të madhe të territorit, kryesisht në zonat qendrore jugore dhe jugperëndimore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten intervale me diell kryesisht në zonat qendrore përpara shtimit të vranësirave. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 4 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:42 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:07 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 18 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 10 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan, 12 deri në 17 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 16 gradë Celsius. Korç, 3 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 15 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 18 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 4 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë mot me vranësira dhe rreshje shiu në shumë zona. Paraditja do të jetë me vranësira dhe rreshje lokale shiu, ndërsa pasditja vijon me mot pjesërisht të vrenjtur dhe rreshje të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 4 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:40 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:59 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 3 deri në 11 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj, 2 deri në 11 gradë Celsius. Pej, 5 deri në 10 gradë Celsius.
Prishtinë, 5 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 13 gradë Celsius. Malishev, 3 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan, 3 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 11 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 7 gradë Celsius. Suharek, 3 deri në 14 gradë Celsius. Prizren, 1 deri në 12 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Drita Televizion, bashkë mirë takofshim në edicionin e ardhshëm.